Leximi i ditës, Ungjilli Lukës, kapitulli 9, vargu kyç. Pastaj u thoshte të gjithëve: në qoftë se dikush don të vijë pas meje, të mohoj vetveten, të marrë kryqin e vet çdo ditë dhe të më ndjek. Shpjegimi. Kapitulli 9 është zemra e thirrjes së Jezusit për dishepujt, pasi ai tregon fuqinë e tij hyjnore, ushqimi i 5000-ve, dhe zbulohet në lavdinë e tij shpërfytyrimi. Jezusi vendos kosto radikale të ndjekjes së tij. Të ndjekësh Krishtin nuk është një zgjidhje e lehtë, por një vendim i përditshëm për të hequr dorë nga dëshirat tona dhe për të përqafuar rrugën e sakrificës dhe vetmohimit. Kjo është mënyra e vetme për ta gjetur jetën e vërtetë. Lutu me mua. Lutja e reflektimit për ditën 9. O Zot Jezus, biri i dashur i Perëndis, unë të falenderoj që ti na tregove rrugën e vërtetë, e cila kalon përmes kryqit. Është e vështirë ta mohoj veten dhe të dorëzoj planet e mia. Unë lutem për hirin tënd që të pranoj kryqin tim ditor me bindje dhe guxim. Më jep forcën të jetoj për ty, jo për veten time. Ndihmom ta shoh lavdinë tënde nëpërmjet sakrificës, ashtu siç ishte shpërfytyrimi. Më ndihmo ta kuptoj se çfarë do të thotë të humbosh jetën për ty. Amen.